Mirëmëngjes të dashur jorë, do bëjmë një mesazh për ju dhe ajo është 10 të Gabrielit. E di si e shkruaj letrën, tani shkruaj është tjetra sikur duke i thënë, duke i sunduar me një farë mënyrë, po në mënyrë të butë. Bëjmë. Sigur keni harruar tash një periudhë të dashur ujor të thoni jo. S'duhet të mbash ti plotësosh, duhet të kesh kufizime, duhet të vesh barjera. Askush nuk pret nga ju të jeni super njeri të dashur jorë. Nëse jeni të lodhur, të stëngarkuar, duke u përpjekur të kënaqësh të gjithë, kjo letër është për një thirrje për të ndalur dhe për të kërkuar ndihmë, ose të dashur ujor për të ndalur, për të thënë jo, për t'i prerë një herë, për t'i thënë jo dhe për të kujdesur për veten. Ka një diferencë mes të qenit të përgjegjshëm dhe të djegurit nga bara që nuk është e jotja. Duhet thuash jo kur është e nevojshme. Pra, po mundohesh sikur gjithmonë të arsyetosh ja po dhe kështu dhe pastaj nuk ka shu, më duhet t'ja bëj se më është gjendur, nuk e di, tani në atë kuptim po i them, është gjendur kushdo që të është lëri fajet me një anë apo arsyetimit, të kërkosh ndihmë për diçka që nuk po arrin vetë ta bësh, nuk po arrin t'i thuash jo dikujt, çfarëdo që nuk është të ka harxhuar emocionalisht, fizikisht apo dhe mendërisht të dashur, është mençuri, nuk është dobësi. Të kërkosh ndihmë është mençuri. Pra, ti nuk je këtu, duhet këtë, mos të harrojmë asnjëherë të dashur jor, për të mbajtur gjithë botën mbi shpinë. Je këtu për të jetuar me lehtësi, me dashuri dhe me respekt për veten tënde. Dhe kjo nis kur zgjedh të mos bësh gjithçka vetë. Apo mund të jetë kështu keni marrë një barë përsipër të madhe dhe është bërë më shumë se mbi ngarkesë, nuk po ja delni dot vetë. Dhe prandaj është shumë e rrugës ta kërkoni një gjë të tillë, një ndihmë, apo mund të jetë që nuk e thoni dot jo. Ka ardhur koha t'i vëm barjera, t'i vëm kufizime, duke e respektuar veten tonë, të na respektojnë dhe të tjerët. Mos harroni kurrë.